disa prej medjave, nuk jo të gjitha medjave, shpesher bin ose viktim, ose me vedi, ose pa vedije, dhe i publikojnë narrativat e tyre të pastërta. Kur na po themi dezinformat ruse, kitë po menojnë që e ka pru Putinin qond një lajm edhe na e kemi marrë dhe e kemi publiku. Edhe në shumicën e rase, unë besoj që shumë prej medjave e publikojnë një narrativ të Rusis, shpesher pa e ditë çfarë dome janë të e bu, ose pa e ditë pse janë të e bu qatë çështje. Çka nënkupton dezinformata ruse? Për shembull, Rusia investon miliona euro, qindra miliona euro investon në gjithë botën me shpërndo narrativen e vet, të vërtetën e vet për luftat, domethënë që i ka nisë luftën në Ukrainë, për krizat kudo që janë për botë, për BE-n, për politikën e BE-s, për Kosovën, për zhvillimet ekonomike, për secilën ngjarje të ndryshme, pra investon miliona euro. Veç për më tregu, për shembull, vetëm Russia Today dhe Sputnik kanë buxhet dikon vjetor prej 400 dhe 500 milion euro. Vetëm këtu dyja. Tash ka edhe shumë degë të tjera që nëse e strukturën e funksionimit të tyre. Russia Sputniku janë ashiqare, krejt bota e din, edhe ai më ignoranti që janë ruse. Që po thuti që e merr njëri Kosovës, pe merr kalojme për çatyt pa e ditë që është për çatyt. Tash, çatu po du me dal. Tash, ato publikojnë të vërtetën e tyre për luftra të ndryshme, për kriza dhe gjithçka. Çka kemi gjetë na? Na kemi gjetë që disa prej medjave, nuk jo të gjitha medjave, shpesher bin ose viktim, ose me vedi, ose pa vedije, dhe i publikojnë narrativat e tyre të pastërta në gjuhën shqipe dhe ju servohet kosovarëve. Pra, çfarë nënkupton narrativat e tyre? Dezinformata për shembull se cila është e vërteta për luftën në Ukrainë. Për shembull, nëse Putini thotë na jemi duke luftuar nazizmin në Ukrainë, e marrin mediat e Kosovës dhe e publikojnë pa asnjë background. Thuti që Putini ka të drejtë në luftën e tina që po e bën dhe thuti që Putini vërtet po e lufton nazizmin, që është normalisht e rrem dhe është dezinformatë e tyre. Pra, këto dezinformata që publikohen deklarata rreth Putinit po përfundojnë në mediat e Kosovës. Tash çysh po përfundojnë, i kemi zbulu disa prej metodave, janë disa prej skenarëve, këtë rrugën e dezinformimit ka po vjen te na. Njëra prej metodave, domethënë çysh po vjen te na është që e para, unë menoj që kapacitetet e medjave, për shkak se janë 150 portale që janë monitorim, po më besoj që janë dikunja 400 që funksionojnë në Kosovë, dhe të cilat publikojnë prej 100 deri në 200 lajme në ditë. Dhe nëse na shkojnë edhe këshyrim këto portale, ata i kanë të punësuar 1, 2, 3, shumica e redaksive janë me 3-4 vetë. Dhe tash 3 vetë, me i publiku 100, 200 lajme nënkupton që ata këtë që mujnë me borë CTRL-V, CTRL-P që nënkupton copy-paste. E marrin dikon copy dhe e publikojnë paste. Pra që kjo është strategjia, mënyra që funksionojnë mediat e na. Tash, pse që kjo ndikon që na me shpërndo dezinformat? Për shkak se, qëta njerëz që janë 2-3 vetë të punu nga për portale, këta nuk kanë kapacitet as me lexu çfarë lajme të e postu. Këta thjesht e marrin dikon kush e ka përkthy i pari dhe e publikojnë. Dhe këto kush e ka përkthy i pari, tash kjo është çështje tjetër. Na e kemi pa që një pjesë e medjave e kom përshtypjen që nashti për shkak se nuk e din gjuhën angleze personat që merren me lajme ndërkombëtare, po e din gjuhën serbe. I përkthejnë lajmet për medjave në Serbi. Këta janë njerëz të ri, unë kisha me ta kontestu që to, se njerëz të ri janë në për portale. Tu janë aludime, nuk ju himi amot komplet. Jo të gjithë, beso. Ma përpara din anglisht. Pse po e them këto? Për shkak se ne kemi parë që janë lajme të cilat publikohen. Dhe shpeshherë kanë merret edhe një lajm që është ndërkombëtar, që është e ka publikuar BBC-a dhe të tjerat. Dhe këtë që ka bojnë është publikuat vetëm narrativa e Rusisë për një ngjarje të caktuar. Dhe e njëjta publikohet edhe në mediat në Serbi, që nënkupton ata janë të mëshëm mjaftueshëm sa me ditë me kanalizu lajmin saktësisht ku po dojnë me e qitë.